Në një konferencë për shtyp, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku ka deklaruar se refuzon propozimin e Albin Kurtit për krijimin e një koalicioni me vetëvendosjen. LDK-ja për mungesë besimi dhe duke pasur parasysh stagnimin 4 vjeçar të vendit për 4 viteve shkuara, kam fjalën për rrezikimin e aleancave strategjike të sigurisë nacionale, rrezikimin serioz të demokracisë dhe të lirisë shprehjes, atakimin e institucioneve të pavarura kushtetuese, mos respektimin e vendimeve të këtyre institucioneve dhe mbi gjitha polarizimin e thellë shoqëror e ka vlerësuar pamundur bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje me zotin Kurti. Abdixhiku ftoi të gjitha partitë parlamentare për formimin e një qeverie tranzitore. Dhe në përputhshmëri me këtë, LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi fillimisht konsultativ me të gjitha partitë politike shqiptare me qëllim formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit. Pra LDK kërkon unitet gjithë shqiptarë në këtë periudhë dhe formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit, një qeveri me afat të caktuar deri në zgjedhjen e presidentit të ri, program agjend të qartë shtetare, të politikës së brendshme dhe të jashtme pa dallim, dhe mbi gjitha krijimin e një atmosfere që edhe emancipon skenën politike, po mbi gjitha edukon skenën politike dhe mbi gjitha e shëron polarizimin e tanishëm. Për këtë, si kryetari i LDK-s, jam i gatshëm të takohem me të gjitha partitë politike shqiptare. Pothuajse 3 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, procesi i formimit të institucioneve të reja ka ngecur për shkak të mos pajtimeve mes disa prej partive më të mëdha parlamentare për postin e kryetarit të kuvendit. Vetëvendosjen nuk po arrin të sigurojë 61 votat e nevojshme për kandidaten e saj Albulena Haxhiu.